Mirë se erdhët në Rezen ton, tani është momenti të ndjekim një mini reportazh që kemi përgatitur me kamerën e Reze Dielli në fshatin Linz. Aty kamera jon ka takuar Fadil Huli, është nga Puka, për të na rrëfyer për jetën e fshatit, për lidhjen e tij të fortë me natyrën, me baktin, se si është dita e tij. Këto janë disa prej pamjeve që kamera jon ka fokusuar, gjithmonë për lidhjet me natyrën është e bukur të flasësh dhe të largohesh nga zhurma e qytetit, nga monotonia, nga jeta frenetike për të takuar pakës qetësi. Çdo kush prej nesh duhet të shkëputet pak nga jeta e zhurmshme, nga stresi i përditshëm, për të takuar ata njerëzit e vërtet, jetën e thjeshtë, që përmes punës së tyre, përmes dëshirës për natyrën dhe për jetën e fshatit, na bëjnë të kuptojmë se sa e bukur dhe sa e thjeshtë në fakt është jeta kurse ne e komplikojmë atë. Ndiqni këtë reportazh të realizuar dhe unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj të deri tanishme. Jam Fadil Huli, vjen nga qyteti i Pukës. Prej vitit 1997 kemi ardhur në fshatin Linz, qyteti Tiranës. Kemi ndërtuar shtëpinë tonë në 98-ën. Pastaj kemi ble 2 lop, edhe kaluajmë me bujqësi. Kemi mjell një dëlim baqe me zarzavate, me misër, me kësa gjanash, ushqyse për vete dhe për lopët. Fshatin e kena zgjedhë se më pëlqen se prej fshatit kam ike, prej fshatit do të jetoj, se ka kënaqësi të veçantë për mua. Raporti që kam me kafshë më pëlqen shumë se i du shumë. Molla kuqe. Edhe kja ka prej ardhën prej gjakove. Ka 4 vjetë që e kam, ata ka 7 vjetë që e kam ble. Kje mërtnesha e këtë botës teme që e kam. Kje kënaqësia jeme o Zotë për një Zotit të Zotë. Unë kam kënaqësi me të. O, lumi molla jeme. Dritët mallit Zotë. Këtu. Avash, nana. Erëm nga qyteti i Pukës, nga fshati Flet, 1800 metra mbi nivelin e detit. Ftoftë, stuhi, shumë e vështirë, erëm për një vend më të mirë, e gjetëm një gjelbrim shumë të mirë këto. Na pëlqej, u përshtatën. Kjo është shtëpia. Me gjelbrime, me gjitha, me bashje, me gjitha. Kënaqësia e veçantë. Nga Puka kemi lanë këto, erdhën e blejmë këtu, edhe këtu do të jetojmë. Kam mjell qep, hudhra, spinash, kam mjell dardh, kam mjell sheg, rosh, fish, hurma, ara aty. Unë që në orën 4 mjesit. Pim kafe me familjen, me nusët, me djalët, pastaj shkojmë të lopa, i japim për të ngranë, masën e nelim, e rregullojmë qumshim, e fusna për bidona dhe e qëjmë në transport.
Kështu pra është dita. Ka lodhën e vetë, po del me rezultat pozitiv. Në gjyshi dhe familja jeme, si kanë jetu ata, kanë jetu me bakti, me blegtori, edhe me punë të pemtoret, e kanë pas për ditë trashëgimi. Gjithmonë vetëm në punë. Pa punë nuk del gjë. Shefketarën këto, e kam sjell nga puka. Fidan vogël edhe kam mjellur arrit, edhe ka barra. A knaqësi se e kam mjell. E kam për detyrim me punu, me vadit. Gjithmonë shtëpia ka i sen. Sen i runë shtëpinë. Kjo është lesi, kjo është roja i shtëpisë, i familjes. Që e runë shtëpinë. Ajo që i duhet të fshatit, duhet rrugë edhe treg.